Pashtu vetëm e kanë ndëruar vendin në Dubai dhe përfitimin e marrin përsëri ata. Dhe Dubai si shtet apo si qytet nuk është se ka shumë përfitime të mëdha, për shkak se është free për taksat si zonë ekonomike. Mirë, dua të hidhem në një çështje tjetër. Frymëzim në Turqi. Ka patur një aksident ajror para disa ditësh, ku një avion u rrëzua dhe ku humbën jetën rreth 20 njerëz i gjendesh në bordin e avionit. Gjithashtu më herët Benjamin Netanyahu është shpallur në kërkim nga Turqia për krime lufte. A ka diçka që i lidh bashkë këto apo është spekullim? Spekulimi është shumë e rëndësishme kur bëhet analizë politike. Dhe unë si zakonisht bëj spekulime edhe pse dhe patjetër që të merren gjithë anët gjatë kur kemi ndonjë problem. Tani unë e marr edhe si spekulim, të drejtën të spekuloj se kjo ishte një sabotazh. Dhe ju e përmendët që kishte 20 viktimat, të gjitha ata viktima janë të mirë trajnuar, dhe sidomos për sa i përket aeroplanëve F-16. Për shkak se ai aeroplan që u rrëzua mbanin pjesë rezervave të aeroplanëve F-16 dhe kuptohet që Izraeli nuk ka interes që aviacioni i Turqisë të zhvillohet. Dhe për këtë ata edhe lobojnë në SBA që Turqia mos blej aeroplana të rej F-16 apo F-35, pra prej këtu fillon dyshimi. Gata 20 të vrarë, lexova dikun se ishte edhe një me prejardhje shqiptare, pra ju shpreh ngushëllime familjarëve të atyre që u vranë. Tani spekulimi ku është, për shkak se aeroplani është nisur prej Azerbajxhani. Azerbajxhani ka marrëdhënie shumë të mira me Izraelin dhe nuk përjashtohet mundësia që ndonjë pjesë eksplozive të jetë futur në atë aeroplan, e cila mandej ka plasur në ajër. Kjo është një mundësi, pse e them këtë, për shkak se kemi një rast të tillë kur presidenti i Iranit u vra pas një vizite në kufirin e Azerbajxhanit. Pra edhe aty dyshohet që helikopterit të tij ju fut ndonjë pjesë e cila eksplodoi. Dhe këtë rast e kemi më të mirë kur organizata Hezbollah kishte të paktën 2.000 deri 4.000 viktima nga telefonat dhe talkie-walkie të cilat ishin futur nga shërbimi sekret i Mossadit, që bateritë e tyre kishin eksploziv. Pra nuk përjashtohet mundësia që aeroplan të ketë pasur disa pjesë ku ka pasur eksploziv. Kjo edhe për faktin se ata aeroplan që është rrëzuar është bler nga Arabia Saudite, dhe ne e dimë që në Arabinë Saudite vetë ushtarët amerikanë, nga të cilët ka edhe shumë qifut, dhe kuptohet që disa prej tyre edhe punojnë për Mossadin, mund të ketë instaluar ndonjë mjet shpërthyes në atë aeroplan të madh. Po ka edhe një dyshim tjetër, unë këtë e mendoj, se disa aeroplan kargo mbetën në Ukrainë, kur filloi lufta Rusi dhe Ukrainë, për shkak se Turqia ju dërgonte armatime Ukrainës, dhe mbetën të parkuar aty ndoshta një vit, derisa ju dha leje Rusia që të tërhiqen. Dhe gjatë asaj periudhe ka mundësi që të jetë instaluar ndonjë eksploziv nga ana e shërbimeve sekrete të Izraelit, për shkak se ata Turqinë e shiqojnë si konkurrencë dhe nuk do të dëshironin që Turqia të zhvillohet sidomos në aspektin ushtarak, për shkak se e shiqojnë si një rrezik për realizimin e planeve të tyre afatgjata në lindjen e mesme. Por sido që të jetë, Turqia do të jetë tash më koshiente dhe ka marrë urdhër që të gjitha aeroplanët të ulen, mos fluturojnë, dhe do të bëhet një kontroll teknik i rreth dhe shpresojmë që mos të bëjnë gabime të tilla më të. Bëhet fjalë për aeroplanët ushtarak, luftarak apo dhe ata civil? Jo, vetëm për aeroplanët ushtarak. Kuptohet që Izraeli nuk do të kishte ndonjë interes që t'i rrëzojë edhe aeroplanët civil. E kuptoj. Po, ky është një skenar që përflitet në Turqinë në zë, të paktën apo ka dhe deklarata publike, sepse kjo mund të çojë në përplasje diplomatike nëse implikohet Izraeli, po them. Jo, këto janë pjesë e spekulimeve, të cilat edhe unë jam burimi këtyre spekulimeve. Unë jam ekspert i politikës së Turqisë
Dhe nëse dalin spekulime, burimi mund të jem edhe unë konsiderohem si një ndër spekuluesit dhe konspiracionistët e mundshëm, për shkak se jam doktorant i Universitetit të Stambollit, të Departamentit të Shkencave Politike, pra besoj që kur flas për politikën e Turqisë, flas si një ekspert i Turqisë, dhe jo si një ekspert shqiptar për politikën e Turqisë. Qartë, po, unë thash edhe pak më herët që Netanyahu është shpallur në kërkim, pra nëse ai shkel në tokën turke, arrestohet, apo jo? Po tani çështja është se Turqia nuk e ka nënshkruar traktatin e Romës, që nënkupton themelimin e gjykatës penale ndërkombëtare, pra nuk është antare Turqia. Dhe nëse ata thirren për arrestimin e Netanyahut, nuk thirren për shkak të ngritjes së padisë nga prokurori i asaj gjykate që e përmenda më herët, por ata vetë kanë bë hetime dhe vetë gjykatat e Turqisë kanë ngritur një akuzë penale dhe kuptohet që nëse vjen në territor të Turqisë apo ndonjë shtet në ndikim të Turqisë, është detyrë e ushtrisë turke dhe agjencioneve sekrete turke që të arrestojnë Netanyahun. Por ato ndodh një gjë e tillë, unë nuk besoj që do të ndodh një gjë e tillë, një për arsye se Netanyahu nuk ka çka kërkon në Turqi apo në vendet në ndikim të Turqisë. Por kuptohet që do të ishte një arsye për luftë nëse një gjë e tillë ndodh. Dhe arrestimi i burit të shtetit apo kryetarit të shtetit gjithmonë konsiderohet arsye për luftë. Nëse Turqia vendos që të luftoj, mund ta ketë këtë si arsyetin për ta nisur një luftë kundër Izraelit. Qartë, konsiderohet si quhet në terminologji juridike casus belli. Duaj që të hidhemi tani së fundmi aty ku je ti në Maqedoninë e Veriut, ku s'ka pak që kanë mbaruar zgjedhjet komunale me rezultatet që në tashme i dim, ku forca kryesore nga shqiptarët gjithmonë që ka dalë fituese në këto zgjedhje është koalicioni Vlen. Nga ana tjetër është konsideruar një humbje dhe një goditje për AKI-n dhe për BDI-n dhe Ali Ahmetin veçanërisht. Çfarë mund të na thuash më shumë dhe si është situata post zgjedhore aty dhe çfarë mund të na tregosh më shumë frymëzim? Situata është e qetë, pra është e qetë edhe për arsyen se u legjitimua politika e qeverisë së tashme. Si zakonisht zgjedhjet lokale konsiderohen si një test i politikave të qeverisë. Zgjedhjet e fundit parlamentare ishin para më shumë se një viti, pra nuk është se kemi periudhë të gjatë të kësaj qeverisje dhe u dëshmua se politikat e qeverisë janë të pranueshme për qytetarët e Maqedonisë, si në atë të Maqedonëve, pra partia VMRO e cila u theq Partitë Maqedone dhe pushtetin dhe kryeministri është i po asaj partie dhe kryetari i shtetit i po asaj partie dhe shumica parlamentare është e VMRO-s. Po ata kanë edhe koalicion, Partia Vlen, e cila edhe pse nuk quhet si Partia Vlen, është koalicioni Vlen, ku përbohen aty shumë parti shqiptare dhe ata fituan te popullata shqiptare një fitore absolute. Tet komuna mos gaboj apo jo? Besoj që i fituan të gjithë komunat dhe kjo konsiderohet një fitore absolute, për shkak se kemi komuna urbane dhe komuna rurale në Maqedoni tek popullata shqiptare dhe të gjithë komunat urbane i fitoi Vlen. Pra se nuk janë shumë, pra e fituan Dibrën, e fituan Strugën, e fituan Tetovën. Gostivari nuk e fituan me sa di unë. Gostivari nuk e fitoi asnjë, pra në Gostivar dështuan zgjedhjet. Arsyeja ishte për shkak se cenzusi ishte, pra nuk dolën njerëzit të votojnë. Po kush është kryetari i komunës aktualisht në Gostivar? Kemi krizë politike në Gostivar, pra nuk është e qartë a kemi kryetar komune apo s'kemi. Kuptoj. Për shkak se edhe kryetari aktual nuk është kryetar, është ushtrues detyre. Pra edhe është diskutabile, a është ai legjitim, sa e di unë nuk ka të drejtë të marrë vendime dhe të nënshkruaj, dhe pritet që qeveria të emrojë një të besuar të qeverisë, pra një administrator i përkohshëm, derisa të përsëriten zgjedhjet, dhe zgjedhjet besohet që mund të mbahen mbas 2 muajve, po mbas disave interpretimeve, ndoshta edhe mund të shtyhen zgjedhjet, për shkak se mund të ndodhë edhe ndryshime në ligjin për vetë qeverisje lokale, për shkak se edhe në vitin e kaluar
kishim disa ndryshime të ligjit për qeverisje lokale dhe këta ndryshime që janë bërë së shpejti dhe shpesh ka sjellur në keq interpretim se si do të jetë detyra e ushtruesit të detyrës apo kryetarit aktual, se a ka legjitimitet që të qëndrojë aty apo jo, është çështje juridike të cilën do ta interpretojnë gjykatat në Maqedoni. Dhe tani pse fitoi vlen, edhe pse nëse i shiqojmë numrat, partia opozitare me në krye Ali Ahmetin, ata fituan më shumë vota, mirë po ata ishin kvantitet. Çështja është të fitosh kvalitet, pra të kesh strategji. Këtë mund të marrim si shembull kur Trumpi e fitoi Hillary Clinton. Hillary Clinton kishte 3 milion vota më shumë, po përsëri ishte fitore absolute e Trumpit. Pra kështu i ndodhi edhe BDI-s, të cilat kishin një humbje dhe më me rëndësi ata e humbën edhe bastionin e tyre, pra Kërçovën, të cilën e kanë pasur gjatë këtyre 20 viteve dhe ku i kanë marrur shumicën e votave, po jo vetëm që i merrnin votat, po edhe i vidhnin votat. Kishim në atë periudhë se unë kam qenë aktiv në politikën e Maqedonisë dhe isha në Partinë Demokratike Shqiptare, në atë kohë ishte kryetar Arber Xhaferi, dhe i mbushnin kutijet, sidomos BDI-ja në Kërçov, dhe startin e kishin ata 3 deputet plus. Dhe kur vinin për fundim rezultatet, si zakonisht ata dilnin fitimtar. Tani jo vetëm që e humbën, po më duket se ka fituar edhe një Maqedon, mos gaboj. Po, është e vërtet, Maqedoni e fitoi kryetari komunës, mirë po dje u zgjodh kryetari Këshillit Komunal dhe u zgjodh një shqiptar, pra ishte një koalicion mes Partisë Vlen dhe Partisë së Qeverisë VMRO. Pra nuk do të jetë që Maqedon do të kenë vendet absolute të komunës, pra do të kenë një ndarje të pushteteve. Dhe edhe pse propaganda e bën sikur është një tragjedi e madhe se ka fituar një Maqedon në Kërçov, unë nuk e shiqoj ashtu. Detyra e kryetarit të komunës është që të përkujdeset për zhvillimin e qytetit, ai përfaqëson të gjithë qytetarët, jo vetëm një komunitet, duhet të përpiqet për pastërtinë e qytetit, për çështjet komunale, për dhënien e lejeve të ndërtimit, dhe nuk ka as pak rëndësia do të jetë shqiptar apo maqedon. Të paktën është mendimi im edhe pse mua më kritikojnë, unë them që në Gostivar, edhe pse shqiptarët e mbajnë pushtetin lokal të paktën në 30 vitet e fundit, mirë po ja që rezultati nuk është i kënaqshëm, kemi një haos urban, kemi pastërtinë nga të gjithë anët, dhe unë do të kisha votuar edhe një kryetar Maqedon në Gostivar. Pra nuk kam asnjë problem kush do të përfaqësoj Gostivarin për shkak të etnisë apo fesë të tij, përderisa ai përkujdeset për çështjet komunale dhe për të lehtësuar jetën e qytetarëve. Mirë po çështja është këtu se kryetarët e komunës pasi hynë në atë pozita,